Bukur, kemi mbritur në studio dashumi që jemi në fund fare të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, por nuk do të ikim pa trajtuar një temë e cila është me mjaft interes, për sa kohë jemi edhe në fund të mbylljes së ciklit të vitit shkollor për sa i përket maturantëve. Është viti i tyre i fundit dhe sigurisht kur pritet që të shkojnë drejt dyerve të universitetit, pa diskutim që kanë edhe pritshmëritë e tyre, sfidat, por edhe risi që do të ketë matura e vitit 2025. Do të kemi mundësi të flasim pikërisht për këtë temë ditën e sotme. Kemi kënaqësinë të themi mirëmëngjes zonjës Lindita Ceni, mësuese në gjimnazin Qemal Stafa. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se u gjeta. Tashmë, lajmi është bërë publik se prej datës 3 qershor, pra prej ditës së nesërme, do të nisin zyrtarisht edhe testet sa i përket maturës shtetërore, ku nesër do të jetë testi i parë i gjuhëve të huaja. Cilat janë pritshmëritë tuaja, Zysha, për nxënësit maturant për këtë vit? Si fillim ju falenderoj për ftesën dhe dua t'ju them që jam këtu në fakt për të ndarë së bashku një moment të veçantë të maturantëve tanë, të cilët pra presin që të futen në provimet e maturës shtetërore. Ky është një hap i rëndësishëm për jetën e tyre, një moment kyç që sheh fundin e një kapitulli dhe fillimin e një të riu. Kurorëzimi me sukses i maturës shtetërore në fakt konsiderohet si një sfidë e përbashkët e partneritetit mësues apo shkollë-familje. Pritshmëritë tona, për sa i takon arritjeve të nxënësve, mendojmë se janë të kënaqshme. Por kërkojmë që jo vetëm të arrijnë standardet kombëtare të arsimit, por të bëhen të aftë që të përballojnë edhe sfidat e mëtejshme që mund t'ju vazhdojnë në arsimin e lartë apo edhe në tregun e punës. Kur vjen puna tek para përgatitja, cilat janë sfidat kryesore që hasin maturantët? A kanë kohën e nevojshme, a e kanë marrë këshillimin e nevojshëm të karrierës për të zgjedhur degën që ata duan të studiojnë? Pra, çfarë mund të konsiderohet si sfidë? Sfida kryesore përpara një provimi në fakt është menaxhimi i stresit apo presioni psikologjik që vjen vetveti nga një test, nga një provim, edhe nga një test i zakonshëm. Një sfidë tjetër sot është edhe ngarkesa e lartë e informacionit që vjen nga burime të ndryshme, por edhe menaxhimi i kohës. Në fakt nxënësit tanë kanë pasur kohë që ta menaxhojnë mirë kohën e tyre, për faktin se si vjet edhe testi model u prezantua që në muajin janar. Kështu që ato u familiarizuan me pyetjet e testit, me mënyrën e strukturimit, dhe kishin një kohë të mjaftueshme për të përgatitur. Dhe ndërkohë, Zysha, si ka ndryshuar përgatitja e testit, e tezës, po themi, të testit, maturantit sot me atë të brezit tim ose të florit, ndoshta, pra, ka ardhur duke ju përshtatur, është më praktik, është më teorik, pra si ka ndryshuar strukturimi? Në fakt, ka një qasje pozitive kundrejt nevojave dhe kërkesave të nxënësve duke i përshtatur me nivelin e arritjeve të tyre. Kështu që shumica e testeve sot po t'i vëmë re zgjedhin apo i përzgjedhin edhe tekstet në funksion të dëshirave apo praktikave personale të nxënësve, në mënyrë që testi t'jetë domethënës për ta, po kështu edhe të ketë një mesazh domethënës nga vetë ajo që lexon. Ju jeni mësuese lëndës gjuhë letërsisë, që është një test shumë i rëndësishëm për maturantët. Jam shumë kurioze. Marrim një shembull, referuar testit të vitit kaluar apo të para 2 viteve. Cila mund të jetë pjesa që çfarë autorësh në strukturë të testit bien për t'i analizuar? Ne dikur kemi pas Eseninin e shumë vepra të tjera botërore. Klasikëve, po të themi. Nuk e di se si... Themi të drejtën, ka një program orientues të maturës shtetërore dhe vit pas viti pasurohet me autor të rinj, hiqen disa dhe vendosen të tjerë, por në përgjithësi formati i këtij testi apo i këtij provimi është i njëjtë me ato të 2-3 viteve më përpara. Ka 20 pyetje me qarkim dhe pjesa tjetër është me arsye tim ose me zhvillim. Një risi, mendoj unë, që vjen në testet e viteve të fundit është balancimi i pyetjeve teorike me ato praktike, gjë që rrit vlerësimin më real të aftësive të nxënësve.
Ndërsa përsa i takon strukturimit të tekstit është e njëjtë. Kemi në pjesën e parë pyetje nga njohurit gjuhësore, llojet e teksteve jo letrare, karakteristikat e tyre, pyetje rreth përmbajtjes apo dhe gramatikës. Pjesa e dytë i përket një vepre letrare që nxënësit e kanë studiuar në shkollë, por një fragment që ato mund ta kenë lexuar veprën, ama nuk kanë bërë ndoshta atë fragment një test paraprak në shkollë. Ndërsa pjesa e tretë është pjesa e ses, e cila ka dhe ajo kriteret e veta të vlerësimit. Ndërkohë, ne dikur në kohën tonë me qënë se po shkojmë të kujtimet, kemi pasur dhe një material përmëndësh, Zysha, nuk e dia është më akoma, një material që interpretonim. Nuk është. Nuk është. Por vjen në formë eseje, apo? Eseja nuk është poezi. Nuk është as poezi. Pas ka ndryshuar goxha. Ka ndryshuar sepse është futur teknologjia dhe kur vjen puna te teknologjia, në shumicën e rasteve ne na e thjeshtëson le themi punën, por në rastin konkret kur vjen puna te maturantët, a e vën ata teknologjinë në funksion për të shërbyer atyre që në këto provime të dalin më mirë? Teknologjia luan një rol të rëndësishëm në fakt, sepse ofron shumë mundësi dhe burime të shumta digitale në funksion të nxënësve. Sidomos me teste model, ku nxënësi mund të punoj vetë online me teste model. Ose kemi dhe një shtesë pune që bëhet sot, konsultimet të cilat kanë filluar që në muajin janar. Kjo duhet parë edhe si krijon një lloj fleksibiliteti në përgatitjen e nxënësve në fakt, por duhet parë dhe si një përgjegjësi personale e nxënësit. Ndërkohë, Zysha, ju tha që dalin testet strukturat model që në janar, qoftë për lëndën që ju përfaqësoni, po besoj edhe për lëndët e tjera. Data 3 qershor është testi i parë i gjuhëve të huaja. Tani, unë kisha krijuar përshtypjen, ndoshta duhet ta sqarojmë këtu, se referuar brezit tim, bëj gjithnjë tek gjuhët e huaja lënda e anglishtes test. Në fakt, vazhdon të jetë e njëjta apo ka një ndryshim? Në fakt, gjuhët e huaja ndahen sipas gjuhës së parë që nxënësi bën që në shkollën nënvjeçare. Pra, në varësi të gjuhës së parë. Nëse gjuha e parë është anglisht, atëherë do jetë ajo testit edhe në anglishtes. sistemin në gjimnazit, pra. Dhe ky do të jetë patjetër provimi i maturës. Po. Dhe ndërkohë që ju keni përgjegjësinë patjetër të orientoni nxënësit, maturantët në mënyrën se si të përgatiten, si shprehen ata? Duam të dim fiksat e emocionin, frikën që ata kanë, pavarësisht se mund të investohen për të bërë kërkimet e tyre, për të përmirësuar veten, për të qenë sa më shumë të përgatitur. Në ditët e fundit teksa fillojnë edhe mbrin data e këtyre provimeve, çfarë shprehin ata? Sa të përgatitur janë, sa të friksuar janë, sa të tensionuar janë? Shumica e nxënësve i kanë kushtuar rëndësi dhe seriozitet para përgatitjes për provimet e maturës, dhe në fakt kjo varet nga plani i punës që ato kanë hartuar për studimin e tyre, sidomos duke u ushtruar me teste model që kanë dalë të gatshme, por nga ana tjetër është mirë që nxënësi të ditë të menaxhojë edhe kohën e pushimit apo qetësinë mendore. Kështu që këshilla ime do të ishte që të mos lënë çdo gjë në minutën e fundit, por t'i marrin gjërat hap pas hapi, edhe në momentin që ato nuk kanë siguri në diçka, të pyesin për të kërkuar ndihmë. Bukur, dhe në fakt, mësuese Lindita, ajo që ju theksua ditën e sotme është që pjesa më problematike për të menaxhuar në provimet e maturës është stresi. Shumica e marrin me shumë stres, edhe ata që nuk janë matur, fëmijët tanë sa e kanë provim e marrin me shumë stres. Megjithatë, unë mendoj dhe një shprehje urtë thotë që kopja në provim ka lindur me njerëzimin. Si menaxhohet kjo situatë kur vjen puna tek, le themi, mbarvajtja e provimeve? Ka ndryshuar rregullat, pra ka një mësues kujdestar për secilin klasë, si do të arrijë të menaxhohet matura shtetërore? Në fakt, mësuesi kujdestar ka punën e tij me klasën kujdestare, dhe puna e tij nuk ka lidhje vetëm me përqimin e dijes, por ka lidhje dhe me ndërritjen e nivelit të progresit të nxënësve në të gjitha fushat e jetës në fakt. Dhe kjo bëhet duke koordinuar bashkëpunimin mes prindërve
mësuesve edhe nxënësve, duke krijuar kështu dhe ura lidhëse për partneritetin e tyre, në mënyrë që të krijohet një mjedis i përshtatshëm efikas, që nxënësit të kenë mundësi të shkarkojnë edhe pakënaqësitë apo stresin e tyre. Kemi temat të ndryshme që kemi trajtuar edhe në orët e kujdestarisë, si të menaxhojmë stresin para provimeve, apo ndihma që kërkohet nga psikologu i shkollës. Është përmet mësuesit kujdestar, apo në bashkëpunim edhe psikologu? Edhe psikologu i shkollës. Po kështu, funksionojnë edhe marrëveshjet apo ndihma, motivimi i nxënësve, edhe nga ana e mësuesve, por edhe nga ana e prindërve. Shumë shkurt sepse na kanë dalë titrat. Nesër është testi i parë në çfarë ore dhe sa kohë kanë në dispozicion fëmijët? Testi është 2 orë e gjysmë. 2 orë e gjysmë, po. Paraqitet bashkë me kartën e identitetit, me stirolapsin, edhe mund marrë me vete një shishe ujë, fasoleta, telefon absolutisht, është ndaluar. Dhe t'i urojmë vetëm sukses e ka një. Kenë besim tek njohuritë e tyre dhe të bëjnë më të mira. Dhe Flor, në fakt, faleminderit zysht Lindita. Deri vitin e kaluar gjithnjë debati në para testeve të maturës ishte doli nuk doli teza. Doli nuk doli teza, në fakt edhe vitin e kaluar, pavarësisht që mbajt e izoluar hermetike, sërish një orë për para nisjes së testit, gjithnjë tezat kanë dalë. A doli këtë vit? Apo kom? Do shohim nesër një orë për para nisjes. Një këshill kam për gjithë maturantët, qofse është dikush që na ndjek. Mua më ndodh shpesh që sa herë dal përpara një shfaqje në teatr, edhe pse kam bërë një muaj prova, e di tekstin ujë, përmendesh, e di ku do shkoj me centimetra, para se ty më duket sikur s'di asgjë. Është krejt normale të ndodhi, pa diskutim ato që keni mësuar flen brenda jush, shkoni të sigurt, bëni provimin dhe merrni 10-ën që meriton. Edhe nëse në një moment duket se nuk e menaxhoni dot, ju lutem, krijoni këtë lloj terapie në ndihmën tuaj. Merrni frymë thellë dhe mendoni me vete se ju do ja dilni. Shumë suksese. Faleminderit për vëmendjen e treguar për gjatë këtyre 3 orëve. Nesër avazin orën 6.